Po lajmërohemi nga shkolla fillore Dëshmorët e Fortesës në fshatin Vrbovc, apo tashmë si quhet ky fshat, fshati Fortesë, ku në orët e para të mëngjesit në këtë qendër të votimit është regjistruar një incident ku një person, një qytetar pra i cili ka pas të drejtë vote në këtë qendër të votimit, por njëkohësisht është edhe antar i Komisionit Komunal Zgjedhor në Drenas, kur ka ardhur për të votuar, e ka marrë flet votimin, por i njëjti nuk ka pranuar të evidentohet si votues, pra nuk ka pranuar që në gishtin e tij të vendoset boja, e cila tregon nëse një qytetar ka votuar apo jo, dhe kur ka refuzuar një gjë të tillë, ai është penguar kushtimisht për ta kryer të drejtën e votës, dhe në këtë moment flet votimin të cilin e kishte pasur në dorë e ka shqyer. Rasti pra është lajmëruar edhe tek tek zyrtarët policorë të cilët janë në këtë qendër të votimit, e më pas edhe në stacionin policor në Drenas. Pra kemi një konfirmim edhe nga stacioni i policisë në Drenas për këtë incident.